sepse fëmijët kanë qenë të vetmit dëshmitar kur ka ndodhur ngjarja. Pra, edhe në rastin ishte shumë emocionale edhe deklarimi i fëmijës përmes psikologit, duke thënë që në momentin kur është afru vrasësi afër nënës së tij tashmë të ndjerë, pra nëna këtë rast Liridona ka hapur krahun për ta mbrojtur veten derisa vrasi ka qelluar në drejtim të saj. Kështu që ka qenë vërtet emocionuar se si e ka përshkruar në syrin e një fëmije një akt tragjik që i ka marrë jetën nënës së tij në praninë e tij. Kështu që kjo është bërë edhe për një arsye shtesë, sepse fëmijët kanë qenë vetëm dëshmitar dhe për thënë që edhe për ta kundërshtuar tezën e Naimit që në momentin kur ka ndodhur pra vrasja, ai thotë që nuk ka qenë vetur, ka qenë jashtë veturës, derisa dëshmia e djalit e thotë kundërtën, pra demanton pretendimin e Naimit që nuk ka qenë në vetur në moment. Ai thotë që me fëmijët nuk kam qenë vetur, kam qenë duke larguar derisa i kam dëgjuar krizmën. Edhe në anën tjetër deklarata e djalit të vogël pra e kundërshton pikërisht këtë gjë dhe për këtë arsye është marrë edhe dëshmia e tij sepse prokurorisë i është nevojitur për të hedhur poshtë pretendimet e Naimit. Dhe kjo deklaratë sigurisht është funduese për Naimin, sepse ai ka tentuar që të përdorë gjitha mjetet rrethanore për ta lehtësuar barrën e përgjegjësisë. Kështu që gjithë kjo është sa emocionale, është në anën tjetër dhe ndihmës shumë e madhe për prokurorinë për të argumentuar gjithë ato që janë shkruar në akt akuzë që Naimi ka mbajtur Liridonën për krahu derisa ajo ka tentuar instinktivisht për ta mbrojtur veten në momentin kur Granit Plava e ka qelluar me një plomb në kokë. Qartë. Kjo ngjarje faton patjetër që ka hasur me një ndjeshmëri shumë të madhe të shoqërisë në Kosovë, por gjithashtu edhe në Shqipëri. Përveç kësaj, gjithashtu në të janë përfshirë edhe personazhe të njohur, apo jo, një ndër to është edhe zoti Pacolli. Sot që jemi pothuajse në seancën e fundit përpara se të merret vendimi, a është qartësuar marrëdhënia e ish bashkëshortit Liridonës me zotin Pacolli? Po ka pretendime të ndryshme, derisa Naimi gjithmonë ka bërë aludime tjera, aludimet e zotit Pacolli ka qenë të ndryshme, pra që nuk ka qenë një qelltar, ka qenë një njeri që ka punuar për kompaninë e tij Mabetex. Derisa nëse në njëra prej seancave gjyqësore vetë prokuroria pra ka paraqit një parakontratë që kishte bërë Naimi me zotin Pacolli për një shumë diku 100.000 euro, e të cilat thuhet që janë përdorur si thuash një pjesë shumë e madhe nga ana Naimit për çështjet e tij private, derisa kjo shumë thuhet që përveç 12.000 euro që janë dhënë, që janë kthyer cash, tjerat janë kthyer përmes punës që ka bërë Naimi. Pra, me pak fjalë, Naimi gjithmonë ka pretenduar që ka pasur një afërsi shumë të madhe me zotin Pacolli, derisa zoti Pacolli në anën tjetër thjesht e ka deklaruar që ka qenë thjesht një njohur dhe një person i cili ka punuar për kompaninë e tij, edhe i ka ndihmuar në çështjet partijake në partinë e AKR, që tashmë zoti Pacolli nuk është presidenti i saj. Kështu që ka mjegullnoja të ndryshme, por ajo që dihet është se njohja me zotin Pacolli dhe zotin Moseli ka ekzistuar, por ka rënë, si thuash, një tezë që është përmendur në gjykatë në lidhjen mes Naim Moselit, Granit Plavës dhe Kushtërëm Kokollës, ku thuhet që Naimi kishte thënë Granit Plavës që kur e ka porosit për vrasjen, i ka thënë që brenda 2 viteve unë do të nxjerr nga burgu sepse unë jam njeri i fuqishëm dhe për këtë është i njoftuar edhe vet Pacolli. Kështu që me njëherë pas kësaj deklarate kishte reaguar zotri Pacolli duke thënë se nuk ka qenë në dieni të saj, mirë po ideja dhe si thua tentativa e Naim Moselit për ta përfshirë zotrin Pacollin është bërë për një arsye shumë thjeshtë, që për ta larguar vëmendjen nga ai dhe për ta shpërqendruar krejt seanca që të merr kohë tjetër me çka edhe do të mund të dilte më kollaj. Pra ka provuar edhe këtë tentativë duke përdorur emrin e zotit Pacolli, mirë po duket që edhe kjo nuk ose i ka dhënë rezultatet që ai ka pritur, sepse zotri Pacolli ka sqaruar jashtëzakonisht mirë si thua rolin e Naimit brenda kompanisë që ka pas, dhe thjesht thotë që nuk ka pas një afërsi që e ka deklaruar Naimi në vazhdimsi, që ka qenë njëri shumë i afërt me Pacollin edhe në një lloj këshilltari i tij.
Faton, të falenderoj, të uroj punë të mbarë. Faleminderit juve.